Të nderuar teleshikues, mirëmbrëma. Për shkak të intensitetit të ngjarjeve, të zgjedhjeve që po vinë, pas 40 orësh, jemi në momentet që po shkojmë të zgjedhjet. Për këtë arsye, mbrëmjen e sotme do të kemi një emision maraton me shumë të ftuar, për shkak se, siç e thash, na ndajnë vetëm 2 ditë nga zgjedhjet. Në minutat e para unë do të flas me gazetaren Klodiana Lala për krime zgjedhore. SPAK dhe prokuroria vijojnë të jenë në terren duke punuar për evenimentin e krimeve zgjedhore. Kemi ngjarje interesante, të cilat ne do t'i bëjmë me dije sot, me Klodiana Lalën. Më pas do të vijojmë në pjesën e dytë me një grup analistësh dhe gazetarësh, të cilët do të shpjegojnë që kanë kuptuar në këtë situatë zgjedhore, në këtë muaj zgjedhor, dhe që mendojnë ata për ditën e diel. Më pas unë do të jem me 2 kandidat tipik të forcave të reja politike, cilët ne i kemi përzgjedhur, ashtu se që mendojmë ne, mund të ketë të tjerë me të nësishëm, por ne këta kemi menduar që do t'ju paraqitim. Ndërkohë, në pjesën e tretë unë do të jem me një panel nga pjesa Shqipëria Madhështore, nga opozita, cilët janë të njëjtit grupimi i përkasin koalicionit të madh Shqipëria Madhështore, por ata mund të jenë edhe të ndryshëm nga njëri tjetri dhe ne do të bisedojmë disa minuta. Klodi, mirëmbrëma, faleminderit shumë dhe ti do të na sqarosh në mënyrë sintetike të qartë se çfarë ka ndodhur, ka patur kontrolle të BK-s në Shkodër. U raportua që ka lidhje me shtabin e Tom Doshit. Për çfarë bëhet fjalë konkretisht? Ngjarja e fundit dhe pastaj ne do flasim edhe për gjërat përgjithshme, ku shkojnë kontrollet dhe cilat janë zonat e rrezikuara. Po, është vërtet, sikur se e thatë ju zoti Rakipi, Byroja Kombëtare e Hetimit, disa agent të mbështetur nga Policia e Shtetit dhe Policia e Shkodrës kanë ushtruar kontrolle ditën e sotme në terren në orët e para të mëngjesit dhe kanë ushtruar kontrolle personale dhe të automjeteve për disa shtetas të cilët dyshohen se janë bashkëpunëtor ose pjesë e shtabeve elektorale të Partisë Social-Demokrate të zotit Tom Doshi, që sigurisht zoti Tom Doshi është faktori kryesor ose determinant në një farë mënyrë në Shkodër për shkak të influencës që ai ka dhe që patjetër që mund të prishë edhe balancat mes 2 partive të mëdha politike, Partisë Socialiste nga njëra anë dhe Partisë Demokratike nga ana tjetër. Është hera e parë në fakt që u ka nisur fushata zgjedhore, pra muajin e fundit është një hetim i iniciuar nga ana e policisë së Shkodrës dhe është vënë në lëvizje prokuroria e posaçme. Ditën e djeshme, gjykata e posaçme mbi bazën e kërkesës së prokurorisë ka firmosur 6 urdhër kontrolle që kanë të bëjnë pikërisht me 6 shtetas, 9 automjete dhe po ashtu është vendosur që tu merren celularet të gjithë këtyre personave. Çfarë ka ndodhur? Ditën e sotme janë ushtruar kontrolle në Vaun e Dejës dhe në Malsinë e Madhe, dhe janë gjetur disa të dhëna të cilat mund të jenë interesante sa i përket hetimit të kësaj çështje. Duhet sqaruar që po hetohet për korrupsion në zgjedhje ose thënë ndryshe për qytetarët shitderje të votës. Dhe konkretisht ka rezultuar që gjatë këtyre kontrolleve janë kontrolluar 7 persona, njëri prej të cilëve punon në OSHE dhe janë marrë 7 celular, të cilët janë duke u qyrë dhe zbërthyer nga ana e specialistëve në Byron Kombëtare të Hetimit dhe Prokurorinë e Posaçme. Është ushtruar kontroll mbi 9 automjete, njëri prej cilëve është në pronësi të OSHE-s dhe përdorej nga njëri nga këta persona i cili ishte i punësuar në këtë institucion, dhe po ashtu janë gjetur lista me emra qytetarësh. Ky operacion është i koduar premtimi, sepse sipas hetimeve të deritanishme, edhe përmes dëshmitarëve, por edhe përmes vëzhgimeve në terren, nga ana tjetër edhe përmes të dhënave të marra ose të dhënave të marra përmes përgjimeve, rezulton se janë premtuar para në këmbim të votës. Dhe për këtë arsye janë firmosur edhe urdhër kontrollet. Nuk ka patur të ndaluar, sepse prokuroria është duke bërë tashmë kryqëzimin e të dhënave mes atyre të dhënave që ka përftuar nga përgjime telefonike, nga të dhëna dhe vëzhgimet në terren, sepse agentët e BK-s kanë të paktën 1 muaj që kanë zbarkuar në qytetin e Shkodrës dhe kryesisht janë vendosur në disa zona që shikojnë si problematike, si që është Vauni i Dejës apo Malsia e Madhe, dhe po ashtu rezulton që ka edhe të dhëna, pra celularët janë marrë dhe për shkak se bëhet fjalë për një krim që është duke vijuar dhe që janë mund të gjenden 10 komunikime
të cilat mund të japin të dhëna konkrete për të shkuar në arrestimin e mundshëm të personave. Të gjithë personat, njëri prej tyre nuk e ka pranuar kontrollin e policisë dhe e ka refuzuar atë, dhe për këtë arsye është shoqëruar disa orë në komisariat, më pas është lënë i lirë. Në momente që ne flasim janë duke u gëshetuar këto të dhëna, por ajo çfarë është për të theksuar është që janë gjetur një lista me emra qytetarësh dhe për krah tyre shumat përkatëse që dyshohet se do t'u jepeshin në këmbim të votës, së dyti janë gjetur shumat të konsiderueshme parash, thot policia e Shkodrës, dhe së treti janë gjetur edhe tollona të naftës, të cilët përdoreshin për efekt të fushatës zgjedhore. Duhet kemi parasysh që ky kontroll në Vallën e Dejës vjen vetëm pak ditë pasi kryeministri Zoti Rama ishte në Shkodër, në atë që është mitingu përmbyllës në qarkun Shkodër, dhe nëse ju kujtohet, tërhoqi vëmendje një shprehje ose një kritike ti në drejtim ose në adresë të kryetarit të Bashkisë Vallut të Dejës, Kristian Shkreli. Dhe mes të tjerash, Zoti Rama latën kuptohej që me sa duket, zyrtarët të bashkisë apo persona të lidhur me Partinë Socialiste mund të punonin në favor të Tom Doshit, pra të Partisë Social-Demokrate, sepse kryeministri ndër të tjera tha, Kristian, mos luaj me dy porta. Pra ishte në një miting ose tubim publik që kryeministri zgjodhi në një farë mënyre të bënte shembull dhe besoj po të kërkoni edhe transmetimet tuaja mund të gjeni momentin që ai bëri edhe kritikën të kryetarit bashkisë. Dhe të thash janë fokusuar pikërisht në këta dy momente, pra në bushat të Vallut të Dejës dhe në zonën e Malësisë së Madhe, aty ku mendohet që janë edhe dy zonat më problematike sa i përket qarkut të Shkodrës. Çfarë rezultatesh do t'japin celularët, pra kryqëzimi të dhënave, sepse mund të ketë shumë komunikime, mund të ketë komunikime mes atyre qytetarëve që janë gjetur listat. Klodi, një sekond, ndalojnë që të sqarojmë. Kryeministri sigurisht që ka informacion të veta dhe mund të thotë gjithçka në një vend. Patjetër. Kryetari i opozitës ka informacion të veta dhe ju ti e dëgjuar që ka për shkak sepse ka njerëzit e tyre në terren. Punon njerëzit e vetë në terren. Tani aty janë gjetur vërtet para. Po, e kanë një njoftim zyrtar. Të konsiderueshme. Ata thonë që janë gjetur shumë parash, tollona nafte dhe lista me emrat të qytetarëve. Dhe operacioni është koduar premtimi, sepse sipas të dhënave të deritanishme, ka dyshime të arsyeshme prokuroria e posaçme dhe ky operacion nuk është bërë me urdhër të prokurorisë. Është autorizuar me vendim të gjykatës së posaçme. Dhe të gjithë personat që janë kontrolluar, që janë 6 shtetas, është bërë quhet kontroll fizik, pra u është marrë celulari dhe janë kontrolluar 9 automjete, të cilat dyshohet se mund të transportonin para ose nuk përcaktohet shuma dhe nuk është konfirmuar deri në këto momente, unë nuk mund të abuzoj dhe ju e dini, dua të jem korrekte me opinionin publik. Pra ato gjëra çfarë unë kam të konfirmuara dhe dua të jem shumë e ndershme në raport me faktin, por policia, edhe pse unë kam raportuar që në mëngjes për këto kontrolle, policia vetëm gjysmore më parë ka pranuar zyrtarisht këtë operacion, duke konfirmuar gjitha faktet, por duke sjellë si detaje këto 3 momente që në këndvështrimin tim janë shumë interesante. Listat me emrat e qytetarëve është pak a shumë si rasti 2021-shit në qytetin e Elbasanit, ku gjetën lista me emra qytetarësh, shumë parash, në rasti konkret janë gjetur edhe tollona nafte. Pra ky operacion është duke vijuar, me çfarë unë kam kuptuar, po këtë e kam marrë me rezerva, kam konstatuar që ndonjëri nga që është pjesë e shtabeve mund të jetë infiltruar i prokurorisë, sepse prokuroria dhe agentët e BK-s dhe policia e shtetit ka zbarkuar në terren, ka patur informacion të detajuar dhe të saktë për vendodhjen e subjekteve që kishte objekt kontrolli me vendim të gjykatës. Pra çka do thotë, ata kanë shkuar në pikat përkatëse pa patur asnjë problematik dhe në një farë mënyre i kanë zënë në flagrancë pa patur mundësinë ata që mund të hiqnin listat me emrat e zgjedhësve, mund të hiqnin parat apo sende tjera që mund të shërbejnë hetimit. Pra, kjo është ngjarja në Shkodër. Po, në Shkodër. Dhe do me thënë deri tani, të saksojmë dhe njërë për shikusin, policia ka saksuar, BK-ja ka saksuar, do me thënë përkatësisht edhe njërë vendet? Ja, po ju them, në Malësinë e Madhe dhe në Vallën e Dejës, për qenë korrekte me shikuesin tuaj, Drejtoria për hetimin e krimeve ekonomike dhe financiare në bashkëpunim me BK-n, Drejtorinë e Forcës së Posaçme Operacionale dhe Drejtorinë e Policisë së Shkodrës, në vijim të punës intensive të bërë në gjithë vendin për parandalimin e krimeve zgjedhore apo goditjen e tyre në qarkun Shkodrë, ka zhvilluar ose fazën e parë të operacionit kundër krimeve zgjedhore të koduar premtimi. Në datën 7/5/2025 janë firmosur urdhrat për kontrollin fizik ndaj 6 shtetasve dhe 9 automjeteve dhe nga këto kontrolle janë gjetur, janë sekuestruar celular,
para dhe lista me emra qytetarësh që janë gjetur, pra ky është njoftimi zyrtar dhe nga kontrollet e kryera në kuadër të këtij operacioni janë sekuestruar 2 pika, 7 celular, pra nga 6 kontrolle 7 celular, dokumente të ndryshme, një shumë parash euro dhe lek dhe tollona karburanti. Hetimet në kuadër të këtij operacioni janë duke vijuar. Pra është njoftimi është mirë detajuar me emra konkret, janë mbi PSD-n e Tom Doshit. Deri më tani që ne flasim, po. Duhet kemi parasysh zoti Rakipi, që zoti Doshi ka qenë shumë i ashpër në retorikën e tij. Ai në zgjedhjet parlamentare të 2021-shit, në mos gabojmë, ka patur 3 përfaqësues në Kuvendin e Shqipërisë. Beteja e tij në Shkodër, që historikisht ka marrë 2 deputet, me sa duket ka qenë një premis ose më saktë një përpjekje e tij për të marrë edhe mandatin e tretë, që në fakt do të dëmtonte të dyja forcat kryesore politike. Ai ka patur debate dhe akuza të ndërsjella me kryebashkiakun e Shkodrës zotin Benet Beci, madje një moment zotin Beci e ka akuzuar edhe si njeri që punonte në favor të ish kryeministrit Sali Berisha, pra situata në Shkodër ka qenë shumë e nxehtë dhe shumë problematike. Po sa i përket strategjisë së hetimit të krimit zgjedhor, ky është rasti i parë pas atij të lushnjës, që në fakt nuk ishte një aksion tipik i SPAK-ut, ky është rasti i parë që SPAK ka marrë vendime kontrolli si personal ashtu edhe të automjeteve për ata që njihen si kontingjentët e blerjes së votave nga qytetarët. Qartë. Atëherë, shbresim më poshtë. Do me thënë, në ndajnë 2 ditë nga zgjedhjet parlamentare. Përveç Shkodrës që ne analizuam për shkak të ngjarjes, nisëm nga Shkodra, thjesht për shkak të ngjarjes, çfarë krimet e tjera zgjedhore janë evidentuar deri tani nga SPAK dhe prokuroria dhe sa hetime ka dhe sa tani po sqaroj dhe 2 momente konkrete. Zoti Altin Dumani, drejtuesi i prokurorisë posaçme, ndërkohë që ushtroheshin kontrolle në Vaun e Dejës dhe në Malsinë e Madhe, ka patur një takim me task forcën në prokurorinë e Shkodrës, është takuar me kryeprokurorin e Shkodrës Albert Murçaj dhe me stafin përkatës, dhe ai ka kërkuar që normalisht të ketë hetim sa i përket korrupsionit në zgjedhje, shitblerjes e tjera me radhë apo përdorimit të aseteve publike në fushat zgjedhore, dhe më pas ka shkuar një tjetër qark sikurse është Lezhë, sepse dhe në Lezhë ka një hetim i cili është duke vijuar dhe që ka të dhëna konkrete për shitblerje të votës. Nuk jam ende në gjendje të them se çfarë do të rezultate do të jap apo për cilën forcë politike i përket, por është duke vijuar ky hetim dhe nga momenti në moment mund të ketë edhe rezultate konkrete. Ndërkohë, lidhur me pyetjen tuaj, ka patur 123 kallëzime të depozituara në prokurorinë e posaçme përgjatë afatit 1 mujor, të cilat janë referime nga ana e policisë së shtetit, pra oficerët e policisë gjyqësore, nga partitë subjektet politike, qytetar apo të dhëna që janë bërë publike përmes pra në atë që njihet si platforma online, dhe nga këto 35 procedime janë regjistruar kryesisht për veprën penale të korrupsionit në zgjedhje, pra që lidhen me shitblerjen e votës. Dhe SPAK-u shikon të paktën 4 ose 5 qarqe që janë shumë problematike dhe që ndryshe nga qarqet e tjera ku ka dërguar një prokuror të vetëm, në këto qarqe që unë do të listoj ka dërguar 2 ose 3 prokuror të posaçëm, të cilët janë fokusuar në shtabet konkrete dhe sikurse thash është Lezhë, është Shkodra, Tirana sigurisht ka 3 prokuror për shkak se është edhe qarku me popullsinë më të madhe dhe numrin më të madh të votuesve, Vlora, Durrësi dhe Elbasani. Po ashtu një qark problematik shikohet edhe ai i Fierit ku janë dërguar 2 prokuror, një që heton krimin organizuar dhe që është i specializuar në sektorin e krimit të organizuar dhe një prokuror tjetër që merret me hetimin e krimeve që kanë të bëjnë kryesisht me korrupsionin zgjedhor apo korrupsionin në forma të tjera. Të gjitha rastet që ka SPAK-u lidhen kryesisht me korrupsion në zgjedhje, pra shitblerje të votës ose përdorim nga ana e kandidatëve e aseteve apo nëse mund ta them resurseve publike në favor të fushatës zgjedhore. A është angazhuar krimi organizuar në fushatë? Keni dhëna dhe dyshime? Tani, unë po ju them një gjë dhe këtë mund ta konfirmoni me gjitha burimet tuaja. Të shtunën e kaluar, unë kam qenë thuajse gjatë gjithë ditës në zonat më problematike në qytetin e Durrësit, në Sukt, në Shkozet, më pas kam daluar pak minuta edhe në Shijak. Sigurisht që krimi organizuar nuk është më i pari që rrinte në të gjitha lokalet edhe bënte presion të hapur, sepse ka patur edhe goditje apo shpallje në kërkim të eksponentëve nga ana e prokurorisë posaçme dhe një pjesë e tyre janë ose të arrestuar ose në kërkim, por me çfarë kam kuptuar me qytetarët ose çfarë bisedova me ata, patjetër që krimi organizuar ka ndikimin e vet dhe ndikimi ka përmes friksimit të kryesisht janë të atachuar pranë mazhorancës, sidomos në zonën e Shkozetit dhe në zonën e Suktit,
Ose me edhe me atë do fitoj. Për të friksuar qytetarët, me qëllim që ata të mos dalin për të votuar, ose duke premtuar para, se nëse SPAK do të arrit të provojnë ndikimin e krimit organizuar në shilblerjen e votës, këtë mbetemi ta shohim të gjithë, unë si kurse ju dhe gjithë qytetarët. Por me thënë drejtën, situata aty ishte një situatë e cila ishte shumë e polarizuar dhe mjaftoje për shembull të flisje të pyesje thjesht për një kandidat për të kuptuar se sa e polarizuar ishte dhe se sa të friksuar ishin nga emra konkret. E njëjta situatë është edhe në Elbasan. Cila ju përmendet Shkodrën, tani përmendet Durrësi, Lezhë, Elbasani. Këto janë në zonat më të nxehta, më problematike? Po, patjetër. Do më thënë, unë ja thash, Shkodra është në plan të parë, Elbasani, Fieri, Durrësi, Tirana dhe deri diku edhe Vlora. Ne do të vazhdojmë, zonja Lala, në ditët që vijnë, sidomos ditën e zgjedhjeve, dhe cila urojmë të mos ketë problematika, Urojmë shumë, unë shikoj, dëgjoj, Ylli, nëse më lejon, unë shikoj këto 2 ditët, do me thënë të premten dhe të shtunën si ditët vendimtare sa i përket strategjisë së hetimit të krimit zgjedhor, sepse përgjithsisht praktika ka treguar që ata shtabe elektorale, ose parti, ose subjekte politike, apo kandidat që duan të blejnë vota, kryesisht japin para për gjatë 2 ditëve të fundit. Dhe po të shikosh... Ose i kanë dhënë me kohë. Dhe mund t'i kanë dhënë me kohë, absolutisht, po mund të ndodhë që ato që kanë dhënë me kohë, mjafton zbërtimi një celulari që mund t'jetë sekuestruar sot për të gjetur prova të krimeve që mund t'jenë kryer edhe një vit më përpara. Mund t'jenë premtuar vende pune më përpara. Prandaj është vendosur të veprohet në këtë mënyrë. A është kjo e mjaftueshme? Për mua jo, ka nevojë për shumë tepër punë, por ne nuk mund ta presim këtë vetëm nga institucionet. Kjo është një thirrje për gjithë qytetarët, të cilët të bashkëpunojnë nëse dikush ju afrohet, nuk mund të bëj të kontrolloj çdo shqiptar në këtë vend. Jemi në përfundim të kësaj pjese të shkurtër sigurisht, por shumë të rëndësishme. Të falenderoj shumë dhe ne do të kalojmë te pas një publiciteti fare të shkurtër, do të kalojmë pjesën e dytë me fushatën ku një grup i njohur analistësh dhe gazetarësh do të jenë këtu për të diskutuar problematikat ç'ishte kjo fushatë, të shkuptuan ata dhe nuk do edhe në falë, por çfarë do ndodhë ditën e dielë me Ola Xhamën, Pret Zogaj, Mentor Nazarko dhe Andi Bushati. Publicitet shumë shkurt dhe rikthehemi.